ose këtë fenomenin e vrasjeve në shoqëri. Shtrohet pyetja pse po ndodhin vrasjet. Pyetja është, domethënë, pse po ndodhin vrasjet, cilët janë shkaktarët dhe kush është përgjegjës për vrasjet në shoqëri. Nëse i referohemi të teorive të ndryshme sociologjike prej te Robert Mertoni edhe te Emil Durkheimi edhe sociologë të ndryshëm me renomi botërore, e shohim që vrasjet trajtohen në konotacion të normalitetit, për shkak se asnjë shoqëri, po e themi në thojza normale, nuk ka mundësi që brenda për brenda saj të mos ketë dukuri negative si vrasja, si droga, si alkooli, edhe gjona dukuri të ndryshme negative. Pra, duhet ta marrim si të mirëqen që sjelljet devijante edhe krimet janë pjesë përbërëse e çdo shoqërie. Më herët e përmeni Hoxha, domethënë prej fillimit të njerëzimit e deri tash kanë qenë pjesë përbërëse edhe do të jenë edhe në të ardhmen. Për shkak se nëse ne nuk e dim çfarë është e keqja, nuk kena mundësi me ditë as çka është ana tjetër e mira. Pse po ndodhin këto vrasje? Prej pas luftës deri sot, numri i armëve nëpër duart e personave, numri i armëve ilegale nëpër duart e personave të ndryshëm është shumë i madh. Kemi mbi 40.000 armë ilegale që domethënë qarkullojnë nëpër duart e personave të paautorizuar pa leje. Domethënë që kjo automatikisht përbën rrezik të jashtëzakonshëm. E dyta, kemi dukuritë negative, përdorimin e drogës, përdorimin e narkotikëve, përdorimin e alkoolit, përdorimin e gjanave negative që janë faktor shtetës drejt vrasjeve, për shkak se shumë vrasje në Kosovë kanë ndodhur në ndikimin e alkoolit, në ndikimin e substancave narkotike, siç kemi parë edhe janë të faktuara. Pastaj presioni i lartë psikologjik që e kanë si shkak pasojë e aspektit ekonomik. Pra, nëse e marrim dhe analizojmë faktorin ekonomik, varfëria në Kosovë është shumë e lartë. Kemi dikon përmbi 30.000 njerëz, kryesisht të ri që janë të papunë në Kosovë. Pra numri ose